Po, situata si situata në Kosovë. Po, ma ben para se me fillu, më lejo që për publikun ka pesh, benoj, me ndëgju zonin tam se ka shumë propagandë, unë nuk i kum shu, nuk i kum ra kërkujt, e kum bon një gjest me gotë dhe për ata kolegu tam këtu që është i kërkoj falje. I kërkoj falje dhe publikut për gjestin, por do më thonë gjithçka ka përfundu me qatë gjest dhe nuk ka pas ndonjë konflikt në studion e Kanal 10 që në adresë. Dëshpëtarjeve dhe nesh, nuk ka pasur. Unë sinqerisht për gjestin, me sinceritetin më të madh na keq edhe për kolegun, edhe për publikun. Sepse nuk, ku më dhonë prova dhe i qëtash që nuk shquna për dhunë. Po si do qoftë, jemi në një situatë në të cilën lufta hibride e ka vërshu, sidomos qytetarin e pa informu mirë, i cili nuk i din burimet të informantave se ku i merë. Qytetarët e cilët nuk e din a i burim, a është kredibil apo jo, sepse sot në internet ka qasje se cili ignorant, i llojit veçantë. Edhe kompanit që shesin Qoropa, botojnë lajme me fotografit tona. Do më thonë, kompanit jo po tregtarët e thjeshtë. Allah zhverish, që quhet në turqishte. Prandaj, ma mirë se sa me u marë me informacionin e sakt, edhe me identifiku burimet, se ka po vjen një lajmë, do thot mund dhe duhet që ti kontribuojmë edhe na si panel, edhe si qytetar, edhe si ish gazetar ose gazetar aktual. Prandaj gjesti, se cili gjest i pajeshëm, i keq. Në mund duhet të ndëshku, duhet të thjesht deplasohet. Dhe mos të bëhet një kulturë e qasjes tonë mediatike. Dhe unë sinqerisht edhe njëherë Arben i thonë publikut që diçka e tillë të kunde s'ka mu përsërit kur më. Por, sa i përket gjendjes me buxhetin, Kushtetuta e Republikës Kosovës është tepër e qartë, o kristal e qartë, se nuk mund t'jesh deputet dhe minister, ose nuk mund të kish asnjë